Shkon në spital për analiza, gruaja shokohet kur i thon se rezulton e vdekur. Susan Johnson tha se ishte shokuar kur stafi i spitalit e informoi se rezultonte e vdekur prej 4 muajsh. Johnson tha se ishte paralizuar nga tmerri kur stafi i spitalit të Yorkshire në veri të Britanisë nisi t'i shpjegonte të dhënat e tyre. 62 vjeçaria tregonte se nga Teresa e vitit të shkuar kishte turbuar burrin e saj Bob, ndërsa përsëriste kritikat për sistemin shëndetësor. Suzan tha për rrjetin BBC News, i dhash të dhënat e mia dhe fjala e parë që than ishte ti ke vdekur. Unë e pyeta, më fal, si the? Isha e shokuar. Ata më pas vendosën diçka në kompjuter dhe më thanë se mund të vazhdoja për analizat. Megjithse ajo i kreu analizat për cilat kishte shkuar në spital, gruaja nga Sheffield kishte bërë verifikimin tek doktori familjes, por të dhënat nuk ishin përditësuar dhe ajo rezultonte ende vdekur në sistemin e tyre. Megjithse çështja rrjedhimisht u zgjidh, Suzan shpjegonte se gabimi i çuditshëm kishte lënë pasoja në jetën e saj. Kjo më preu krahët, nuk flisja më me njerëzit, ishte shumë e vështirë, ka thënë ajo në një program duke shtuar se kërkon t'i shkojë çështjes së papëlqyeshme deri në fund.